Shqipëria e vajzave do të zbresë në fushë të premte në orën 18 për ndeshjen e parë ndaj Çipros e vlefshme për fazën play-out të UEFA National League. Kombëtarja Kuqezi mbylli përgatitjet në shtëpinë e futbollit, ndërsa në prag të kësaj sfide të rëndësishme, kapitenja Megidoçi dhe mbrojtja Alma Hilaj ndan emocionet, pritshmëritë dhe objektivat e skuadrës për dy ndeshjet vendimtare ndaj Çipros. Po besoj se vajza po e presim me emocion të dyja ndeshjet, pavarësisht patjetër që do të marrim ndeshjet njëra pas tjetrës. Janë ndeshje shumë të rëndësishme për ne. Kemi punuar shumë gjatë gjithë këtyre viteve që të jemi pjesë e kësaj grupit B, që trajneri çdo ditë na motivon shumë për ndeshjen që kemi në vazhdim, sepse Çipri nuk është një ekip që duhet në vlerësu, don vlerësimin e tij maksimal, edhe besoj se me punën që kemi bërë gjatë gjithë këtyre ditëve, po ashtu dhe ekipi është i plot, ekipi kombëtar është i plot, edhe besoj se jemi përgatitur mirë edhe taktikisht, edhe jam i sigurt që me motivimin e duhur ekipi kombëtar do shkojmë fitore. Për mua do të më dhonë më të mirë në fushë për me ndihmu ekipin kombëtar, kjo është shumë e rëndësishme dhe patjetër motivimi para lojës është diçka shumë e rëndësishme që duhet t'ju themi vajza. Kemi dy ndeshje shumë të rëndësishme dhe besoj që janë dy ndeshje që na ndihmojnë dhe tregojnë nivelin ku kemi ardhur. Normal objektivi jonë është fitoria dhe jemi përqendruar më shumë tek ne, sepse besoj që është edhe më e rëndësishme. Janë dy ndeshje që besoj mund dhe duhet të dominojmë, por normal janë dy ndeshje edhe që do merren si çdo ndeshje tjetër, përgatitja është e njëjtë. Jo, kam marrë gjithmonë me të njëjtin mendim dhe të njëjtin objektiva, domethënë, është diçka që më bën të lumtur normal, sepse jam servit për të dhënë më të mirën. Shqipëria luan në 24 tetor, ora 18 në ndeshjen e parë kundër Çipros, ndërsa ndeshja e kthimit luhet në Air Albania me 28 tetor në orën 18. Ndeshjet kundër Çipros konsiderohen si finale për ekipin e vajzave, të cilat kërkojnë të ruajnë statusin e tyre në Ligën B dhe të vijojnë rrugtimin në këtë nivel.